sa herën këtë sallë shtrohen pyetje në interes qytetarëve, në interes pronave publike të qytetarëve, të ligjeve që pengojnë vjedhjen e parave, fondeve publike apo trojeve publike të qytetarëve, t'i jepet 1 minutë kohë apo 30 sekonda kohë më shumë deputetëve që i shtrojnë këto pyetje, sepse rrallë herë në këto 8 muaj apo 9 muaj të kësaj legjislature të re kemi dëgjuar që të flitet për çështje me rëndësi për qytetarët shqiptarë. Të nderuar qytetarë që na ndiqni, sot në këtë sallë në kuvend po kërkohet miratohet me procedurë të përshpejtuar një ndryshim në ligjin numër 9710 datë 10/4/2007 për portet turistike në Republikën e Shqipërisë. Por pyetja që duhet shtrojë çdo qytetar, që duhet shtrojmë edhe ne këto sot, është shumë e thjeshtë. Përse po nxitohet sot kjo qeveri? Dhe për kë po nxiton sot kjo qeveri? Sepse për shqiptarët asnjëherë nuk e kemi parë të nxitojë për të ulur çmimin e naftës, nuk kanë nxituar për të shpëtuar fermerët nga falimentimi, nuk kanë nxituar për ilaçet e pacientëve me kancer, nuk kanë nxituar për të ndalur pastrimin e parave që po shkatron në mënyrë permanente ekonominë tonë, e nuk kanë nxituar kurrë për të mbrojtur industrinë pason që po mbyllet çdo ditë e më shumë. Sigurisht, kjo qeveri për herë nxiton kur vjen puna ke klientët e saj strategjik, apo ke grupet e saj kriminale strategjike, apo ke klientët e saj të preferuar. Sot me këtë projekt ligj, kërkohet që portet, një pasuri e jona strategjike kombëtare, të jepen e para pa garë, e dyta pa transparencë dhe e treta në mënyrë të privilegjuar për të ashtu quajturit investitor strategjik. Pra le ta themi fare qartë. Ky nuk është një ligj për zhvillim, por është një ligj për favorizim dhe grabitje të pronës publike. Të nderuar qytetarë që na ndiqni, portet në fakt nuk janë thjesht marina turistike. Ato janë infrastrukturë strategjike, pasuri publike dhe element thelbësor të sigurisë kombëtare të një shteti. Dhënia e tyre pa konkurrencë reale dhe pa standarde të barabarta cënon në mënyrë të drejtë për drejtë interesin publik, por edhe marrëdhënien tonë me partnerët europian dhe partnerët tanë strategjik. Dhe këtu në fakt qëndron problemi më i madh. Ky projekt ligj bie ndesh me vetë rrugën e integrimit europian të Shqipërisë, sepse qartazi kemi të bëjmë me cënimin e parimit të konkurrencës lirë. Krijohen dyshime për ndihmë shtetërore në mënyrë të përzgjedhur selektive dhe dobësohet transparenca në përdorimin e aseteve publike. Këto nuk janë detaje teknike që dëgjoni, por janë thelbi i akisë së Bashkimit Evropian. Në një kohë kur Shqipëria negocion kapitujt e integrimit, në një kohë kur Bashkimi Evropian ka ngritur kartonin e kuq për mosheqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ky ligj dërgon një mesazh të qartë dhe shumë të rrezikshëm, që në Shqipëri rregullat mund të anashkalohen në çdo moment për klientë të caktuar dhe të preferuar të qeverisë shqiptare. Integrimi, dashur miq, nuk bëhet me fjalë, por me standarde, dhe këtu standardet po shkelen. E kjo në fakt nuk është hera e parë. E kemi parë këtë model ke porti i Durrësit, tek afera tjera ku pasuria publike në fakt u kthye në interes privat. Dhe cili ka qenë rezultati në finale? Humbje miliardash për shtetin, kosto të reja për qytetarët dhe dobësim i pozicionit ton ekonomik në rajon. Më konkretisht, duke qenë se kjo qeveri dhe kryeministri Edi Rama sillet me Shqipërinë sikur ta ketë tokë të babës, mos harroni dashur shqiptar se juve u është grabitur porti i Limionit, një aferë korruptive e cila është në hetim nga Spaku dhe ku për shkak të kësaj afere Bajram Sheqeri u gradua president dhe ku Olta Gjaçka u mbrojt 2 herë duke mos iu hequr mandati, duke mos iu ndërprer mandati. Shqiptarëve u është grabitur porti i Durrësit. U grabit në fakt për të ndërtuar kulla me Alabarin dhe si rezultat kemi humbur rreth 1 miliard euro në vlerë toke, miliarda që do duhet të shpenzohen për ndërtimin e portit të ri, e 10 milion euro fatura që do të marrin nga arbitrazhet e kompanive që kanë operuar në port deri pak kohë më parë. E kur sot Spaku po heton pikërisht procedurat për ndërtimin e portit të ri, një skandal me kompani offshore, të cilat qartazi janë bërë publike në media se janë të influencuara nga vende jo partnere,
Kjo qeveri kujdeset të kalojë me procedurë të përshpejtuar dhurimin e porteve të Shqipërisë për klientët e saj të preferuar. Sot, në fakt, kjo qeveri në vend që të reflektojë, kërkon ta institucionalizojë këtë model. Një model të qartë, ku shteti nuk është më arbitër, por bëhet palë, ku ligji nuk është për gjithë, por për disa, dhe pasuria publike trajtohet sikur të jetë një pronë private. Të dashur qytetarë shqiptar, kjo nuk është reformë, por kjo është një kapje totale e shtetit. Nëse e miratojmë këtë ligj sot, ne nuk po ndërtojmë marina turistike, por po ndërtojmë një precedent të rrezikshëm për kapjen e çdo aseti publik nesër nga ata që dikur hiqeshin si dashnorët e drejtësisë së re dhe sot na janë kthyer në dashnorët e integrimit evropian që në fakt po shkelin çdo dispozit apo rekomandim të vetë Bashkimit Evropian. Ju faleminderit.